Ja kemi nis me 4. Dhe kemi mri sot deri me 40 copa. 150 copa dhenë. Kapacitetin e tomlit e kemi 200 litra në ditë. Këto i thënë dhe në Tërnovcit. Këtë race rujnë që 250 vjetë. Ju në marë printe mi më herët. Na kemi fillu pi 2005-ës. Më shpej kemi pas lopt. Ja kemi nis me punu. Printe kanë lonë. Na kena marë pi 2005-ës. Tane kemi dalë ka pi 2021-ës ja kom nis se kena ndërtu shtallën. Si vjetëve që kom ndërtu për dhente dhe këto tjerat. Ja kemi nis me 4 për në shpia tje. Edhe kemi mri sot deri me 40 copa kënë. Për 2021-ës si e kena ndërtu shtallën, i kena ble edhe dhente tje. I kemi edhe dhente 150 copa dhenë. Puna është e rëndë për shkak se nuk kemi klasë punëtore sa duhet. Qatë probleme kemi mas shumë të për momentin. Edhe kemi problemin me tomël. 3 muj në vanojnë 4 parat, nuk në lishojnë me regull. Kapacitetin e tomlit e kemi 200 litra në ditë pa. Qumshtin e grumbullojmë na, ta vinë qumshtoria vjen e merë. Në ditit e kemi laktofrizin e rujnë. Verës, pin 4 e gjisë në 5 që atër qomi, në mëngjes se këto që lipin aktivitetin që shtu. Edhe deri 9 gjizë mbramje jemi me këto, dhe më thonë të regullt. Lopti i lishojmë në kulos, e kemi këtu atë telin e rrimës, i kulot me verës, pin maj i lishojmë. Lop deri tash, dhe më thonë. I lojmë kulos, dimnit i majmë mrenda, ja sigurojmë ushqimin krejt. Delet, edhe delet gjithashtu, i lishojmë kulos, e kena atë gjallin që në runë. Racën e deleve kemi këtu Tërnovcit, këto i thënë dhe në Tërnovcit, këto këtë racë e rujnë që 250 vjetë familja Saqipi, na i kemi për ative i kemi marrë. Këto i përballojnë, janë vetë për këtë klimt këtu i përballojnë mas shumë ti, qato. Edhe për qingja janë matë mirë, për tomëll janë matë mirë. Na kemi pas kërkesa dhe për në Gjermani me shku, po nuk kena dashtë me shku. Normal, këtu pak kushtet ma të ronda, ma të vështira se Gjermonina është e jërë me gjithsesi jemi konkur, për nuk kemi pranua që me shku. Në qofë se i ka teknikët për me punu bujësien, kushtet që i ka për me punu mund me jetu, mirë mund me jetu. Për momentin, për na japin edhe shteti subvencionet, edhe veco shtu për misu gjenjë. Toki punojmë 35 hektar, milmi grun, kalamaç, elb, për kafsh që në nevojitën, deteline, sone, krejt ato ja sigurojnë. Me shtu numrin në qofë se marmi dë një grandë, për momentin nuk mujmë. Në qofë se marmi dë një grandë, me në ndimu shteti po, e shtojmë, deri 100 copa ma i mizmi po. Atëherë kanë qenë kushtet shumë ma të vështira se të sodit, sot me subvencionet ju në letëcu punët, në ka letëcu punë, sot është ma mirë dhe ma letë. Ka ra numri këtu i kafshë, kësaj punës blektorisë, për shkak se kanë shku njerëz, kanë dalë jashtë. Vështirësi rrimën nuk e kemi, rrugë nuk kemi, rrugën e kena katastrofë, rrimë nuk kemi. Tash takshirmi tashtu, na kanë premtu se do të bëhet, shtillët veç i kanë pru një 4 edhe një 4 na kanë premtu mi pru edhe me realizu edhe rrimën. Shumë na lehtësohet se pa rrimë, dhe agregata i kom prish. Krejt ato argjime pi gjepit për duhet mi pagujt vetë. Edhe argjime pa lidhje. A mu konë rrima nuk i shka e pagu rrimën mujtë edhe nuk i kuni farë kemi dome edhe për shkak se po kemi problem me rrime agregat, ja jem ma shumë rrim, ja ma pak. Trit, une nuk e kum lishu vendin. Kum mujtë edhe une se ata që shpëshkojnë, po nuk e kum lishu vendin, kum nejtë këtu, për shkak se ja vlen me jetu me punu. Edhe ka nevoj për punë këtu. Në gjitha aspektet, nash me mjeshtri, nash me bujqësi, nash për gjithë shka ka munges këtu mjeshtrisë. Quhem Mumir Tusuni, jam nga fshati Tërnovci Madh, jam pronari fermës Tusuni.